Trajneri kombëtar shqiptare të futbollit Silvinho ka dhënë një intervistë për të përditshmen italiane Corriere della Sera. Trajneri ka folur për rrugtimin e kuqëzimve, por edhe për atë që shpreson të ndodhë në ndeshjet e nëntorit, duke filluar nga ajo me Andorrën. Tani duhet të fitojmë në Andorrë. Nëse bëjmë këtë dhe Serbia nuk merr 3 pikët në Angli, do të jemi në fazën e play-offit. 3 vjet më parë ishte një ëndër dhe është bërë një qëllim, madje një mision. Shpresa për të shkuar në një kupë bote për herë të parë është diçka e madhe për Shqipërinë, një emocion që përfshin të gjithë popullsinë, atë në vend dhe atë të shpërndarë në të gjithë botën. Toka është pjellore dhe ishte përgatitur në vitet e mëparshme nga trajnerë italianë si De Biasi, Reja dhe Panucci, pa përmendur që shumë lojtarë janë stërvitur në vendin tuaj dhe unë vetë kam studiuar për 5 vite në Coverciano. Njohja e italishtes në Shqipëri është një avantazh, ne kemi struktura të mira, kemi bërë një punë të shkëlqyer duke vëzhguar fëmijët e diasporës dhe kemi organizuar një ekip teknik që luan duke ndjer peshën e fanellës. Kjo gjithashtu bën diferencën, shpjegoi Silvinho për gazetën italiane. Midis atyre që bën një hap të madh në cilësi, a është Aslani? Po, ai kishte nevojë të luante vazhdimisht, të ishte titullar dhe largimi nga Interi për te Torino e ndihmoi të rritej. Ai është një lloj tjetër lojtari, gjithmonë brenda dinamikës së lojës sonë, qoftë si organizator apo si mesfushor. Ai na ndihmon të balancojmë 2 fazat e sulmit dhe mbrojtjes, që është cilësia më e madhe e ekipit tonë. A ishte fitoria në Serbi më shumë se sa thjesht një ndeshje futbolli? Po, kjo është e vërtet, megjithse ndeshja jonë më e mirë ishte barazimi 0-0 kundër serbëve në ndeshjen e parë. Nuk ishte e lehtë në fushën e tyre, madje as nga pikpamja e ambientit, por kishte respekt midis 2 ekipeve, pavarësisht situatës gjeopolitike që qëndronte pas saj. Kur u kthyem në Tiranë, gjetëm një vend që festonte, të çmendur nga lumturia. Ke thënë se në një shkallë nga 1 deri në 10 ndihesh si shqiptar 8.5 dhe sa afër ndiheni me play-offin në një shkallë nga 1 deri në 10. Kemi një epërsi, një pikë ndeshje dhe mendoj se nuk do të dështojmë, por gjithçka mund të ndodhë ende, sepse jo gjithçka varet nga rezultati ynë. Nëse Shqipëria arrin në play-off, nuk do të jetë në vazon 4, ku do të jetë kundërshtari i parë i Italisë. Kjo është mirë për Gattuson dhe për ju gjithashtu. Ne e marrim hap pas hapi, ndërsa Italia tashmë është të paktën e sigurt për kualifikimin në play-off. Shpresojmë që me Gattuson të kthehemi në Kupën e Botës, por pa u përballur me Shqipërinë në finalen eventuale. Nëse gjërat vazhdojnë kështu, do të ngrenë një statuj tënde në Tiranë. Ajo që bëri diferencën ishte zgjedhja ime për të jetuar atje menjëherë, për të kaluar kohë me njerëzit që më falenderojnë në rrugë, për të marrë frymë në atmosferën e vendit. Unë dhe stafi im u ndjem sikur ishim njerëzit e duhur në vendin e duhur dhe në kohën e duhur. A është ende një ëndër apo një qëllim shkuarje në Kupën e Botës? Do të ishte ëndra e një jete, por e dim që asgjë nuk është e lehtë për ne, siç u them gjithmonë lojtarëve të mi, të mbetemi gjallë, le të qëndrojmë në lojë dhe të shohim se si do të përfundojë.